Të nderuar mi, do të flasim për një operacion të fundit të zhvilluar nga prokuroria e posaçme, pra SPAK-u, në bashkëpunim me autoritetet italiane. 52 urdhra arreste andej dhe këtej Adriatikut, 40 janë finalizuar andej dhe këtej, por një nga emrat më të rëndësishëm sipas autoriteteve nuk është arrestuar. Bëhet fjalë për Evis Doçin, ose njohur ndryshe si Visi i Pojës, një emër i lakuar së shumë, sidomos vitin e fundit nga ish-kryeministri Sali Berisha, aq më tepër në muajt e fundit të fushatës, pra për përfshirje në zgjedhje. Ai nuk është arrestuar dhe sipas ish-kryeministrit operacioni është dekonspiruar me qëllim dhe ai është informuar që të largohet. Por për këtë operacion dhe për detajet të shumta do të flasim me avokatin Gylse Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të radhë nuk do flasim për politikë, për reformat dhe për pjesën tjetër, do flasim për krimin. Ju bën përshtypje së pari që operacioni finalizohet vetëm një javë pas zgjedhjeve? Po nuk fole për politikën, që vetë the për zgjedhjet, atëherë çfarë po flasim ne sot? Konkretisht një operacion i cili për mendimin tim shumë njerëz thonë sa bukur SPAK-u, sa bukur italianët bërë një aksion kaq të mirë të luftojnë atë krimin e famshëm sepse na ka marrë qafë, por kjo nuk është e vërtetë, thjesht statistikat janë ato të cilat të mbulojnë SPAK-un dhe asgjë më shumë përveç aksionit që bëri me antimafien italiane. 52 arreste, 40 arreste të ekzekutuar, ato tjera pa ekzekutuara, po ai besoni shifrave konkrete 52 veta? A i besoni një skenar 92 veta? A i besoni një skenar 150 veta? Po a i besoni një skenar të mundshëm që personi i cili dyshohet që është kryetari i grupit nuk është ekzekutuar urdhri i arrestit? Pra do të thotë ka pas edhe brenda SPAK-ut një lëvizje dhe nga ajo lëvizje personi ka marrë informacion që do të arrestohet dhe prandaj nuk është ekzekutuar vendimi. Pra dhe ju si zoti Berisha mendoni që ka pas një informator nga brenda që ka njoftuar disa nga anëtarët e grupit që nuk janë arrestuar? Shiko, grupet kriminale nuk është se janë një bashkëpunim i thjeshtë. Në formën e grupit kriminal duhet keni parasysh që është një strukturë e cila është formuluar kaq shumë mirë sa kuptohet qartësi roli kryetarit, antarëve, secili që është antar i bandës që ka një, do të thojë, një funksion në shërbim të interesit të bandës për edhe të vetes së tij, normalisht që ata nuk është se nuk marrin informacion, kanë informacion dhe normalisht njerëzit e tyre, për mendimin tim, nuk janë arrestuar. Ata të cilët i ke sot arrestuar janë viktima të bandës së vërtet. Të jemi realisht, burgaxhit më të mëdhenj janë jashtë dhe jo ata të cilët janë brenda. Ata të cilët janë brenda janë viktimë. Pra janë arrestuar ushtarët. Tani unë i them viktim, tani janë ushtarë apo çfarë pozicioni kanë, nuk ka pikë rëndësie. Dhe përveç kësaj, që them përpara për pjesën politike, pse duhet të bëhet sot dhe nuk mund të bënte një javë para zgjedhjeve ose një muaj para zgjedhjeve, ndërsa këta kanë qenë gjithmonë në hetim. Sipas kreut të SPAK-ut, nuk lidhet fare me datën e zgjedhjeve. Jo, nuk lidhet datën e zgjedhjeve, po të këta që e kanë pothuajse të gjithë në funksione, njëri ish kryetar këshillit, tjetri antar këshillit. Ka dhe avokat, ka dhe nga fusha juaj. Urdhro? Ka dhe nga fusha juaj, ka dhe avokat të përfshirë policë, pronar televizionesh. Shiko, do t'jap një mesazh, dhe mesazhi është i qartë. Nuk u godita i televizioni. Është mesazh për televizionet të tjera. O do t'ju nënshtroheni projektit juridiko-politik të regjimit totalitar, o do t'ju sekuestrojmë edhe juve. Ky nuk ishte një operacion i cili ishte kaq shumë i organizuar i bukur që mos të dështonte, sepse ti ke dështimet e urdhrit të arresteve. Thën 52, thën 92, thën 40, thën edhe një përfshirje një avokat. Po do të bëj pyetje unë ty. Avokati i arrestuar ka ndikuar në vendimarrje gjyqtarëve? Au prokurorëve? Po apo jo? Nuk ke një shifër të tillë. Nuk e di. Pra do thotë, nga sa avokati ka bërë diçka të tillë, do thotë që ka dhe gjyqtarë dhe prokurorë të cilët duhet arrestohen.
Pra, është njëri që mund ta ketë dhënë, është tjetri që e ka marrë. Tani nuk mundesh të kesh Pasivi njërin dhe që ka aktivi. ndikuar. Dgjoj tani, kjo është ignorancë e tyre. Nuk mundesh të thuash që unë kam arrestuar avokatin sepse ka ndikuar në mënyrë të palishëm, që avokati, mbrojtësi i së drejtës dhe interpretuesi i së drejtës sipas interesit të klientit të tij, kur nuk bën ndikim të palishëm, sepse avokati ndikon. Por prokuroria nuk është e aftë të kuptojë çfarë ndikimi pati. Avokati mund të dënohet vetëm për korrupsion, jo për ndikim. E kemi një metodë të gabuar që është dënuar Shqipëria nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut përsëri këta të njëjtën hapësirë. O zotëri, avokati ndikon. Pse ndikon? Sipas ligjit, sepse interpretimi i së drejtës nuk është strikte, nuk është absolute. Pra do ta thotë ai, ka ndikuar në mënyrë të palishëm, po, kujt? Emër mbi emër, arrestoje atë. Se në rastin të kam ndikuar ty, do të thotë që kam dhënë ndonjë. Por kjo është një fushat, kjo është një kërkesë për plotësimin e statistikave që në parlamentin 2026 kur prokurori i ri të shkojë dhe të thotë ne luftuam bandat kriminale, organizatat, i coptuam, ti sa herë copton ata i kualifikon dhe bën organizata më të studiuara, më të kualifikuara. Pra, kualifikimi i organizatave kriminale është më i mirë sofistikuar me teknologjinë. Ti jo hapet se Skype që duash ti, por është e vërtet që ata janë shumë të mirë organizuar. Dhe ti të marrësh një aksion, pra, shikoj kush është kjo tjetër, aksion që është përfshirë antimafia italiane, prisje të uzion të antimafia, pastaj prisje të bëhet të jetime, edhe të kapësh një avokat, edhe të thosh kush ka ndikuar në mënyrë të palishëm, pra, ti duhet të thuash ky ka bërë korrupsion, po, supozojmë që ka bërë korrupsion. Po mirë, më thuaj, kë ka korruptuar? Kush i ka marrë lekët? Urdhon? Kush i ka marrë lekët? E po kush? Sepse ai çfarë thot? Ai thot ndikim të palishëm. Po ndikimi i palishëm gjithmonë ka i palishëm. Ndikon avokati, sepse përfaqëson të drejtën e qytetarit, sipas të drejtës, e cila nuk është absolute, thamë edhe një herë. Po ku ta kuptoi Spaku i famshëm? Berisha po